Kjo është senzori me fotoverifikim, e cila përveç Kjo është që thash aja me foto. po, me rastin e detektimit të lëvizjes në brenda objektit të siguruar, kjo bën edhe fotografimin e personit apo keqbërësit që ka hyrë në shtëpi. Ndërsa kjo është kamera, kjo është një kamerë regjistruese, është integruar me veçori të inteligjencës artificiale, i ndan shumë saktë eventet e caktuara, ka një arkiv që mund ta kërkosh shumë lehtë nëse dëshiron të kërkojmë arkiven sipas njerëzve, sipas veturave apo edhe sipas kafshëve, mund ta bëjmë me ato veçori, si dhe normalisht është e sigurt, është me siguri kibernetike, nuk është IP, por nuk gjendet në rrjet, nuk mund ta skenon dikush, rrjetën dhe ta gjen këtë kamerë, dhe normalisht është një kamerë e fortë, shihet nuk është plastike, por ka veçoritë më të mira dhe është e bukur në fund. Pra nuk gjendet në IP, po flet domthonë nuk mundet dikush nga jashtë t'i ndalë. As nuk mundet me i marrë pamjet që me të shiqu në biznes apo në shtëpi apo kudo qoftë pamjet e tua, sepse ka sigurinë kibernetike.